Zonja Afrodit, në rastet, sepse po themi që 0 deri në 3 vjeç janë vizitat. Po. Edhe deri në atë kohë nanat kryesisht janë ato që dalin edhe vazhdojnë punën, fëmija shkon edhe në kopsht. Vizitat koordinohen në bazë të nevojave, nëse thotë një nanë nuk kam nevojë, nuk shkoni apo janë kështu strikte dhe i ndeshni tek të gjitha Jo, nanat. me thonë drejtën është e drejtë e nonës. Me vendos. Do me vendos, me vazhdu, edhe pse na i tregojna që programi është deri në moshën 3 vjeçore për arsye se me përcjell fëmijën çfarë hopa zhvillimit po shkon, në ambientin ku jeton fëmia gjithmonë bashkëpunim me nonën. Se çu tha edhe kolegja më herët që me përcjell për arsye nëse ka nevojë për logopedë, me udhëzu te logopedja, nëse ka nevojë për diçka një trajtim atëhershëm me referu ku me shkue. Zakonisht vizita, por thash bëhet pas lindjes, mandej vizitat e dyta i kanë obligative që i quajnë ana 4 deri në 6 muaj, mandej vizitën e tretë kanë 11 deri në 12 muaj, vizitën e 4 kanë 18 muaj, kurse vizitën e fundit e kanë 36 muaj. Arsyeja pse deri në moshën 3 vjeçore është se personaliteti i fëmijës krijohet deri në moshën 3 vjeçore, edhe thash me përcjell fëmijën në ambient ku jeton gjithmonë bashkëpunim me nanën, në çfarë hapa zhvillimit po shkon. Në bazë të kësaj që tha Afrodita Liceta, apo lidhen vizitat edhe me kohën e vaksinave pak? Patjetër që po. Në fakt kjo është edhe njëra fiks, edhe njëra prej arsyeve, sidomos gjatë kohës së fundit, ku linden edhe shumë më dyshje e kështot, edhe jemi në një kohë ku rrjetet sociale, këto gjitha po ndikojnë nga njerë edhe negativisht, sepse po ka informacione të gabuara. Gjithmonë çdo infermiere ka edhe në çantën e saj librin e vaksinimit, do më thonë me muaj, cila duhet i marrë dhe gjithmonë dalemi të kjo pjesë që me e këshillu nanën që as edhe një vakcin të mos me neglizhojnë për fëmijën, po, sepse të gjitha e kanë rëndësinë e vetë.